Rikthimi i stacionit të trenit në Tiranë do të kushtojë 1.8 miliard lek, teksa ndryshimet e buxhetit 2025 përmes aktit normativ kanë akorduar një financim prej 364 milion lekësh, që do të shkojë për këtë qëllim. Sipas relacionit shoqërues, ky segment ka një gjatësi prej 4 kilometër dhe nis nga terminali i transportit publik pranë kthesës së Kamzës e përfundon aty ku ka qenë stacioni i trenit në kryeqytet. Ndërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Durrës-Serinas përfundon vitin e ardhshëm, ndërkohë që sipas autoriteteve elektrifikimi dhe mbërritja e trenave për nisjen e operimeve synohet të përmbyllet në 3 mujorin e parë të 2027-s. Aktualisht për përfundimin e kësaj linje janë duke u zbatuar 2 kontrata, një për ndërtimin e saj dhe një për stacionet. Për kontratën e parë që përfshin punimet civile dhe sinjalizim telekomunikacion, sipas hekurudhës shqiptare janë realizuar 90% e punimeve dhe ka mbetur për të finalizuar instalimet e brendshme në lidhjet me sistemet e sinjalizim telekomunikacionit që lidhen ngushtë me ecurinë e punimeve të godinave të stacioneve. Për sa i përket këtyre të fundit, aktualisht janë kryer rreth 25% e punimeve, ndërsa finalizimi i tyre pritet në maj të vitit 2026. Paralelisht për këtë vepër, hekurudhore është duke u zhvilluar tenderi me 2 faza për elektrifikimin, një procedurë që drejtohet nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Ndërkaq, me akordimin e fondeve për buxhet, pritet shpallja e garës tenderuese për kompaninë që do të ndërtojë segmentin 4 kilometra dhe godinën e re të stacionit të trenit në Tiranë.